Kapitulli, si arrin të qëndrosh kaq pozitiv? Me iluzion. Sepse ndonjëherë për të mos u thyer, duhet të jesh pak i çmendur. Ka nga ata që më pyesin: si mund të buzëqesh kur gjithçka po shkon keq? Si arrin të shpresosh kur rrethanat të mbytin? Si qëndron pozitiv në një botë që të ushqen me shgënjime? Përgjigjja ime është e thjeshtë: me iluzion. Jo sepse jam i paditur për realitetin. Jo sepse nuk shoh të vërtetat e dhimbshme. Jo sepse nuk ndjej peshën e shgënjimeve, mashtrimeve, padrejtësive. I shoh. I ndjej. I jetoj. Por zgjedh të mos u përkulem. Sepse nëse nuk do të iluzionohesha se gjërat mund të ndryshojnë, do të më kishin thyer. Nëse nuk do t'i flisja vetes çdo mëngjes se gjërat do të bëhen më mirë, ndoshta nuk do të ngrihesha më nga krevati. Nëse nuk do të besoja në ëndra që edhe vetë e di se janë të vështira, nuk do të kisha më arsye për të ecur përpara. Iluzioni nuk është ignorancë. Është mbijetesë. Është forma më e heshtur e rebelimit ndaj një bote që do të shoh të dorëzohesh. Është mënyra ime për t'i thënë jetës: ti më godit, por unë prapë do të besoj. Jo sepse nuk më dhëm, por sepse dua më shumë se sa kam frikë. Të jesh pozitiv në ditë të mira është e lehtë. Të jesh pozitiv në errësirë kërkon forcë. Dhe ajo forcë ndonjëherë vjen nga një shpresë e pashpjegueshme, një iluzion i qëllimshëm, një vendim për të zgjedhur të bukurën, edhe kur syri shikon vetëm grin. Mund të jetë çmenduri. Por është çmenduria që më ka shpëtuar. Fundi i kapitullit. Qëndroj pozitiv jo sepse jeta është e lehtë, por sepse më duhet të besoj që ka dritë, edhe kur s'ka asnjë dritare të hapur. Dhe nëse kjo është iluzion, atëherë le të jetoj me të.